ishte një herë, por rallat zakonisht fillojnë kështu. Na ishte një herë një vajzë e vogël që quhej Elia. Në krahët e prindërve të vet, rritej së bashku me ëndrrën e bukur se një ditë mund të bëhej aktore si mami, princeshë si Hirushja, apo Elia si Elia. Treni i kohës e mori me vete ëndrimtaren Elia, dhe jo si me shkop magjik, por me këmbgulje, mençuri dhe pakës fat. Elia tashmë është edhe aktore, edhe princeshë, edhe Elia Zaharia me këmbë në tokë. Emri? Elia. Mbi emri? Zaharia. Ditëlindje? 8 shkurt, 1983. Vendlindje? Tiranë. Shenja horoskopi? Ujori. Që do thotë? E rrëmbyer. Çfarë pëlqeni dhe vlerësonin paraqitjen tuaj të jashtme? Flokët. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në natyrën tuaj? Energjinë edhe përkushtimin. Pastaj edhe gjëra tjera, po këto janë kryesorë. Ka diçka që se pëlqeni në natyrën tuaj, përpiqeni ta kultivoni? Ndoshta kokforcin, po nuk përpiqem që ta korrigjoj. Këto e bëjnë të tjerët. Ka diçka që s'pëlqeni në paraqitjen tuaj të jashtme? Po tash ti patjetër që ka, po që rëndësi ka harmonia. Unë mendoj që që Zoti i bën gjërat ashtu siç është më e mira, kështu që nuk qahem. Ju pëlqen më shumë dita apo nata? Dita më shumë. Stina që pëlqeni? Pranvera më pëlqen më shumë, megjithëse është stina që më bën të vuaj, sepse kam vuaj nga alergjitë. Po që pa çka alergjive prapë mbetet stina ime e preferuar, pranvera. Çfarë ju lumturon? Shumë gjëra, po lumturia më e madhe që kam afër prindrit. Çfarë ju trishton? Realiteti shqiptar më trishton, mendoj që mund të jetonim shumë më mirë. Çfarë ju bën të qeshni me të madhe? Po unë jam natyrë që më pëlqen humori, domethënë unë i gëzohem pozitivitetit, po që të qesh me të madhe, nuk e di të qesh. Po që qesh kollaj. Hera fundit që keni qarë? Për para 2 ditësh, domethënë në shfaqje unë kam enorm që më vjen të qaj, sepse s'kam ku shkoj, është roli i tillë. Kështu që herët e fundit me të qarën lidhen me rolin e Irinës. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një grua? Karakterin, tipin. Më pëlqejnë njerëzit që janë interesant, që jo që përpiqen të bëhen interesant, po që janë vetvetja. Kjo i bën unik, interesant. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një mashkull? Inteligjencën patjetër, edukatën, qytetarin, humorin, etj. Pjata juaj e preferuar? Nuk i bëj fare naze ushqimeve, unë jam njeriu më i thjesht për të ushqyer, domethënë më pëlqejnë të gjitha. Patjetër që kam një predispozit për të thënë kuzhina franceze, sepse e kam gatuar apo jam ushqyer me të, por nga pjata tradicionale shqiptare më pëlqen më shumë nga të gjitha turlia që më bën mami im. Pija e preferuar? Uji. Ju vetë dini të gatuani? Di, po jo shumë asortimente. Di të bëj kuzhinë të shpejt, më shumë se sa, edhe ëmbëlsirat. Çfarë është paraja për ju? Paraja është një mjet për të jetuar, po që nuk ka të bëj, mendoj unë, me lumturinë, se të paktën ato gjëra që mua më bëjnë të lumtur nuk blihen dhe nuk shiten, kështu që. Stili juaj i veshjes? Sportive në jetën e përditshme, pastaj sipas dress code-it, sipas rastit. Ngjyrat e preferuara? Unë kam mbaruar për pikturë, kështu që unë të më flasësh, të më bësh të zgjedh midis ngjyrave është sikur të zgjedh midis fëmijëve, po që e bardha më pëlqen shumë, se i ka gjithë ngjyrat brenda. Muzika që dëgjon? Të ndryshme,
të ndryshme. Muzika lehtë, muzikë klasike, më pëlqen muzika klasike. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në një miqësi? Komunikimin, humorin, sinqeritetin. Po, do të thënë, nuk i vura në radhë, është sinqeriteti dhe humori. Pasionet të tjera të Elias. Piktura, muzika. Pastaj përkthimi, leximi etj, çdo gjë vjen me etj, po 2-3 parat këto. Frikrat e tua. Unë e vetme gjë nga e cila kam frikë është vetë frika. Domethënë kjo është gjëja që i druam, frika, sepse frika është aty ku lindin gjitha keqkuptimet dhe gjitha situatat jo të bukura. Një ëndër e juaja në sirtar, qoftë profesionale, qoftë personale. Një ëndër e imja e ka hershme në sirtar ka qenë që të punoja në filma, në produksionet mëdhaja, në Amerikë, në Hollywood, por kjo është e vjetër, në një farë mënyre nuk e di po të hap sirtare dhe do ta gjej aty akoma apo do jesh për të bërë. Çfarë është dashuria për ju? Ku ka dashuri, ka Zot, them unë. Beson dhe ku? Besoj shumë, besoj te energjia, që njerëzit i vënë emra të ndryshëm, unë e quaj energji. Cila ka qenë dhe mbetet moto e jetës tënde? Mos lëndoj njerëzit, edhe të përpiqem të shoh te ata anën më pozitive, më të mirën. Unë e kërkoj, e zhbireloj më të mirën te njerëzit. Dini të kërkoni ndjes? Pafund. Patjetër se unë jam ujor, jam shënjër mbyer edhe në një herë nxitohem dhe pastaj po kam këtë të mirë që reflektoj më një herë dhe nuk mund të mbaj mëri edhe nuk e duroj dot mërin. Jam natyre drejt për drejt dhe dua që çdo gjë ta vën vend në atë moment. Dhe patjetër që kërkoj ndjes mbasi kam reflektuar dhe kam kuptuar që kam gabuar. Ju vetë fal Nikolaj? A fal kollaj nuk e di se po përpiqem në 100 e sekondit mendoj raste ku unë më është dashur të fal dhe në fakt nuk është se më janë bërë padrejtësi sepse unë jam shumë selektive, domethënë në gjërat vogla në familje as nuk diskutohen. Pastaj me shoqëritë nuk më ka ndodhur të kem nevojë të fal sepse për ta quajtur dikë mik apo mikesh kam investuar shumë vite dhe kam investuar aq vite sa mos zhgënjehem më. Nuk krijoj misi të shpejta që të zhgënjehem shpejt dhe pastaj të jem e detyruar të fal. Cilat janë ato motive për cilat Elia Zaharia i thot jetës mirëmëngjes bukur çdo ditë? Dashuria është kryesorja, është motivi që zgjohemi edhe që vazhdon jeta në fund fare, ndryshe s'ka kuptim për mendimin tim, edhe kurioziteti. Unë jam natyrë shumë kurioze dhe e mirëpres ditën e re që vjen me të gjitha të panjohurat e veta. Elia, kemi zgjedhur pikat e xhirimit të afërta sepse edhe jeta e juaj zhvillohet në këto distanca. Megjithatë, Tirana është e madhe, është vendlindja juaj dhe do doja të dija se çfarë raportesh ke me Tiranën. Tirana është një qytet që unë e dua pafundësisht shumë, një qytet që më gëzon dhe më trishton po aq shumë, sepse gëzohem nga atmosfera, nga kujtimet, nga rrugët e liceut apo nga oborret e fëmirisë dhe nga ana tjetër trishtohem sa herë që shikoj vila të bukura që shëmben për t'i lënë vendin këtyre gjigantëve, pallateve të pakuptimt, por që është një qytet që në një farë mënyre për cilin mua më ka marrë malli shumë për shumë vite, se paçka se unë kam patur fatin e madh të jetoj mendoj unë në qytetin më të bukur të botës, sepse me Parisin nuk ka krahasim, por që kjo Tirana e vogël, melankolike, që ka kaluar kaq shumë tërmete në kuptimin e infrastrukturës edhe të stileve, prap është qyteti im. E ke pasur të vështirë, ta lësh në ike e them që duhet ta kesh lënë duke fluturuar se ke qenë shumë e re atëherë. Kështu është, domethënë kam ikur duke fluturuar, kam marrë vendime shumë shpejt, madje mënyra se si unë kam ikur ka qenë dhe e çuditshme sepse mami ishte në Egypt, mami nisi për në Egypt dhe unë ndërkohë ajo nuk e di dorinte disa ditë dhe unë ndërkohë nuk isha asgjë të sigurt, kisha mbaruar liceun, kisha aplikuar në ambasadë për studime e tjerë dhe nuk kisha marrë përgjigje akoma për vizën dhe mami është nisur në Egypt, unë ato ditë që ajo nuk ka qenë këtu, kam marrë vizën, kam marrë biletën dhe e kam marrë në telefon, kam thënë miropafshim, domethënë as nuk patë mundësi që të përshëndeteshim në ikë. E imagjinoja që ka qenë vendim fluturim. Shme. Rikthimi ka qenë i vështirë? Jo.
Nuk ka qenë e vështirë, unë miqësitë e mia më të mira i kam në Paris, shoqe dhe shok pafund me cilët ruaj raportet dhe komunikoj shumë shpesh. Kam patur fatin që jam rikthyer në Paris, ndoshta jo aq shpesh sa kam unë dëshirë, por që sido që të jetë jam rikthyer her pas here. Është një qytet që gjithashtu është qyteti im i dytë, domethënë në zemrën time Parisi është gjithmonë lidhet me vitet e formimit. Domethënë nga 19 vjeç deri në 20 e kusur, domethënë 9 vite ti bëjmë llogarin. Dhe ka ndikuar shumë tek unë në estetikën, në formim, në shije, në teatr, domethënë në shumë gjëra. Ajo që më mungon nga Parisi janë shfaqjet që kisha mundësi të shije si spektator. Atje dhe si spektator mund të merrje pafund kulturë, muzet, ekspozita, domethënë gjithë jeta artistike më mungon pafundësisht shumë. Dhe ne nuk e kemi luksin në Shqipëri që të presim një bilet treni apo një bilet avioni për të shkuar për të ndjekur një shfaqje. Domethënë duhet bëhen bashkë shumë gjëra që të zhvendosen. Të jesh qytetare e lirë e botës dhe njëkohësisht për shkak ndoshta edhe të rrethanave apo edhe të dashurisë, të dashurive, të vendosësh të jetosh në Shqipëri, në Tiranë. Lehtë apo e vështirë? Është një zgjedhje, domethënë si gjitha zgjedhjet që na duhet bëjmë për ditë. Mendoj që ka pluset dhe minuset e veta, por në rastin tim pluset janë shumë, domethënë kanë më shumë peshë, sepse unë vetë fakti që nuk kam patur mundësi që të jem ditë për ditë pranë prindërve të mi ka qenë një vuajtje e më vete dhe unë e kam përjetuar shumë, domethënë kam patur shumë mall për njerëzit e mi dhe mbaj mend që në aeroporte njerëzit patakseshin sepse unë çdo vit që ikja çaja me lotë të nxehtë dhe nuk më pushonte, domethënë trishtimi. Kam përjetuar gjithmonë shumë keq ndarjen, kështu që në momentin që kam ardhur përpos gjitha gjërave që kam lënë pas, të paktën nga ana shpirtërore unë jam e realizuar. Do doja të më vizatoja me fjalë figurën e babait dhe të mamit. Kjo është e vështirë që ti vizatosh prindrit me fjalë, sepse për mua prindrit janë gjithçka. Babai është një mik i im sot, ka qenë në fëmijëni një baba pak i sertë, sepse ka qenë shumë kërkues dhe fal natyrës tij që unë ngjaj shumë, ngjaj shumë në kërkesë, si thua, ndaj vetes, ka bërë që unë të edukohem me këtë disiplinë dhe me këtë seriozitet në punë. Domethënë, këtë gjë unë e di që faktin që unë kam qenë gjithmonë sistematike në punët e mia, në mësime, në gjithë gjërat që kam ndërmarr, këtë unë e kam nga babi. Dhe jam mirënjohëse pafund. Dhe më thoshte gjithmonë kur lodhesha në Francë apo kur mërzitesha dhe merrja telefon për të shfryrë, di si merr fëmia prindin sepse është kisha ku falemi janë prindrit. Ai më thoshte, shiko, më thoshte, çdo moment, çdo lot jote, çdo vuajtje jote, çdo mërzitje, quaje si një monedhë floriri që ti e fut në një nga ato arkat e kursimit. Dhe janë pikërisht këto gjëra që do jenë investimi jot, është pasuria jote kjo që po kalon ti, çdo eksperiencë, çdo sakrificë që bën sot, kjo është pasuria jote që do të ndërtojë ty në të ardhmen. Dhe në fakt ashtu është. Njeriu s'duhet asnjëherë dorëzohet përballë vështirësive, sakrificave. Dhe sot ai është shumë pranë meje dhe pranë Princ Lekës, domethënë ne të dy e duam shumë, unë patjetër që kam dobësi për të dy prindrit e mi. Dhe pastaj ç'të them, mami s'di ç'të them, sepse mami është mendimi më i lumtur kur ngrihem në mëngjes, domethënë di se Peter Pani që ka ato mendimet e lumtura që e bëjnë të fluturojnë, ja, mendimet e mia të lumtura janë të lidhura me mamin. Tani me Elian jemi futur në oborrin mbretëror. Për fat janë lidhur qenë të mëdhenj dhe të frikshëm, por që Elia i do shumë. Dhe ka edhe të vegjël dhe jo të frikshëm, nuk janë të gjithë të vegjël të frikshëm. Të pash që flisi me shumë dashuri për to. Po patjetër që janë pjesë e oborit edhe nuk mund ta kuptoj unë këtë ambient pa bokserët. Është një racë e jashtëzakonshme, kushdo që të marrë qenë dhe dyshon, kanë garanci absolute. Kemi hapur një derë edhe jemi futur në këtë obor. Në fakt, para shumë vitesh, Elia ka marrë një vendim dhe është bërë pjesë e këtij oborri. Çfarë ka ndryshuar me jetën e Elia Zaharias? Shumë gjëra në të njëjtën kohë asgjë. Domethënë, shumë gjëra është në kontekstin gjeografik, ka ndryshuar shtet. Domethënë, unë jam kthyer dhe kam vendosur të jetoj në Shqipëri. E para. E dyta, prej më se 8 vitesh tashmë,
jetoj me njeriun e zemrës time, domethënë me Princ Lekën që tashmë jemi vendosur bashkë edhe gjallojmë në këtë ambient, në këtë qytet. Pastaj çfarë ka ndryshuar? Domethënë ka ndryshuar, ka momente angazhimesh në cilat je në këtë rol dhe je domethënë rolin e përfaqësimit. Pastaj në të përditshmën tonë jemi dy të rinj që kemi një jetën e ngjashme me të gjithë miqtë tanë moshatar. Domethënë neve shkojmë në kinema bashkë, neve frekuentojmë ambiente të lokalet apo restorante si gjithë të tjerët. Kemi domethënë një rutinë më së zakonshme, përveç atyre rasteve ku na duhet të jemi në këtë rol përfaqësimi, sidomos jashtë Shqipërie, ku ftohemi në evente të ndryshme dhe aty përfaqësojmë një status, një shtet mbrapa, domethënë një histori. Dashuria, arsyeja, dashuria. Ka qenë e vështirë për të vendosur apo i ke besuar verbta si dashurisë? Ka ardhur natyrshëm, sepse ka qenë një histori e cila ka lindur në muajt vere, gjatë pushimeve të verës ku unë kthehesha për t'i kaluar me familjen time dhe unë ndërkohë kisha edhe 2 vite tjera për të mbaruar studimet, kështu që unë nuk vija me plan, domethënë unë vija thjesht për të kaluar verën. S'kisha në mendje të kthehesha në kohën kur jam njohur me Lekën dhe madje edhe në momentin që unë u riktheva, ato 2 vite kanë qenë në një farë mënyrë një provë dhe për mua dhe për të, sepse miqësia jonë mund të mbaronte në atë verë me kujtime shumë të bukura dhe unë të vazhdoja jetën time dhe ai të vetën. Ishte dëshira e të dyve që bëri që kjo lidhje të vazhdonte edhe në distancë dhe në momentin që u mor ky vendim, ishte në një farë mënyrë një domosdoshmëri nga dëshira për të qenë bashkë. Dhe do lëvizja unë ose do lëvizte ai, dhe padyshim që me rrethana dhe çdo gjë ishte më e thjeshtë për mua që të lëvizja. Kështu që ka ardhur natyrshëm. Me çfarë të ka veshur ky lloj pozicioni i ri, ky rol i ri, po që është rol jetësor? Ndoshta gjëja më e rëndësishme e këtij pozicioni, e kësaj jete është një tjetër ndërgjegjësim. Domethënë ndoshta nëse unë nuk do ta kisha pasur këtë fat që të njihesha me këtë njeri dhe të hyja në këtë familje me gjithë këtë histori mbrapa dhe me gjithë këtë përgjegjësi që mban për emrin dhe për kontributin, ndoshta unë do kisha qenë më e pavëmendshme për realitetet që mbretërojnë, për Shqipërinë, për njerëzit. Ndoshta do kisha qenë më e fokusuar te teatri, te familja dhe rrethi im do të ishte më i ngushtë. Ndërsa të qenit pranë Princ Lekës mua më ka ndryshuar ndoshta thelbin edhe perceptimin për vendin që më rrethon, për shtetin tim, sepse unë sot e njoh Shqipërinë shumë më mirë. Domethënë neve udhtojmë shumë, jo vetëm në kuadër të fondacionit, po edhe në aktivitete të tjera, për në takime me njerëz. Neve udhtojmë pafundësisht edhe në zona ku nuk shkojnë kamerat, nuk shkon politika, përveç se për fushat elektorale. Domethënë neve përpiqemi të jemi sa më pranë realiteteve dhe të vërtetës së këtij vendi. Dhe në një farë mënyre, duke njohur Shqipërinë në ashtë, si thua, mua më ka bërë ndoshta njeri më të përgjegjshëm edhe nuk di të them më të mirë, po patjetër që më të vëmendshëm dhe më të përgjegjshëm dhe më solidar me gjërat që ndodhin rreth rrotull. Çfarë i pëlqen dhe i vlerëson Princ Lekës, të dashurit, të zgjedhur, të zemrës tënde? Është një djalë tani që të flas unë është Meqense se kemi këtu. Është me shumë këmbë në tokë. Është një djalë që ka sakrifikuar shumë, domethënë për moshën që ka, jeta e ka vënë përballë sfidave shumë të mëdha, duke filluar që nga ndrimi i jetës, duke u kthyer dhe nga ai, domethënë 19 vjeç nga Afrika e Jugut, ku ka lindur dhe rritur në një familje shumë të madhe, ka ardhur në këtë vend që herë është mik dhe herë është armik në sjellje me të dhe me familjen e tij, domethënë dhe ai është gjendur më vonë i vetëm, jo më me këtë familje të madhe, përballë të gjitha fortunave historiko, politike, domethënë në një farë mënyre në një pozicion shpeshherë jo komod. Dhe megjithatë, me gjitha këto vështirësi, ai duke qenë natyrë me këmbë tokë dhe pozitive,
ai e shikon gjithmonë gotën gjysmë plot dhe merr gjithmonë më të mirën nga çdo gjë, domethënë është natyrë që nuk e ul kokën, nuk dorëzohet. Dhe ndonjëherë kur flasim për Shqipërinë, ai ka shpresë për këtë vend dhe për njerëzit, ai akoma beson ke njerëzit dhe i do njerëzit. Dhe mua kjo gjë më pëlqen shumë, sepse është natyrë që është një djalë me shumë dashuri brenda për vendin dhe për shqiptarët. Patjetër që në marrëdhënien tonë është ka humor, është i thjeshtë, është i komunikueshëm, domethënë është një djalë që të mbështet në zgjedhjet që bën, nuk të lë në asnjë moment të ndihesh vetëm, domethënë është aty për mua në të mirë dhe në të keqen. Në kuadrin e fondacionit të krijuar, cili ka qenë aktiviteti që keni marrë përsipër të bëni, Elia? Fondacioni është i përqendruar te fëmijët, më së shumti edhe te familjet varfëri, por më së shumti te fëmijët dhe përgjithsisht investimet kanë qenë në shkolla ose në spitale, qendra për fëmijë me aftësi të kufizuar. Projekti i fundit për shembull ka qenë restaurimi i plot i qendrës për fëmijë me aftësi të kufizuara në Shkodër. Ishte një projekt masiv për cilin pata shansin të punoj me urdhrin e Maltës, i pata mbështetës dhe arritëm të realizojmë një restaurim dinjitoz për ata fëmijë. Domethënë këto kohë kam qenë shumë e lidhur edhe me atë qytet pikërisht në sajt e këtij bashkëpunimi. Ndërkohë kemi restauruar edhe 2 shkolla të tjera në krajinë e Matit, në fshatra në Gjalisht, në Zenish, domethënë vende që në të drejtën ishin të harruara, totalisht harruara dhe shkollat amortizuara. Sepse me sa kam kuptuar unë këtu shkollat që restaurohen janë çështje numrash, domethënë sa fëmijë ka, ndërkohë që për mua si të ketë 5, si të ketë 20, si të ketë 100 janë fëmijë ata që mësojnë atje, kështu që vëmendja duhet të jetë e njëjtë. Po që fondacionet këtë, domethënë ne si fondacion nuk mund të ndryshojmë realitetin shqiptar, po të paktën unë si qytetare kam marrë përsipër të bëj aq sa unë mundem, dhe sikur qoftë edhe përpjekja ime, sakrificat që ne bëjmë për ta mbajtur këtë fondacion këmbë, të shërbej sikur dhe për të sensibilizuar të tjerë që të krijohen sa më shumë nisma, Shqipëria do zhvillohej dhe do ndryshonte shumë më shpejt. Domethënë, neve si shoqëri e kemi parë që nuk mund t'i presim gjithë gjërat nga shteti, sepse ja kaq ka bërë shteti për ne e dim gjithë. Domethënë, nëse do vazhdojmë të presim nga shteti, ndoshta nuk do bëhemi. Duhet zgjuar ndërgjegja e qytetarëve që ata vetë janë afër njëri tjetrit, domethënë t'i japim dorën njëri tjetrit. Çfarë ka ridimensionuar tek Elia ky lloj angazhimi? Janë të gjitha ato që thash më parë, edhe domethënë ky lloj angazhimi lidhet me njohjen me Princ Lekën dhe me familjen mbretërore. Domethënë unë kam patur fatin, nuk mund të them rastin, ka qenë fat i madh që unë kam njohur babain e Princ Lekës dhe marrëdhënia njerëzore dhe nuk e di, fuqia e atij njeriu, fuqia e dashurisë atij njeriu, sepse ai kishte domethënë burim të vetin, kishte sakrificën dhe dashurinë për shqiptarët dhe për këtë vend. Domethënë gjitha këto shkojnë bashkë. Unë këtu kam gjetur një familje të djegur nga dëshira për të kthyer në atë dhe kam gjetur një princ të brumosur nga kjo dëshirë, nga ky mall dhe nga kjo dashuri, e trashëguar në 3 breza tashmë. Domethënë çfarë të them më shumë për raportin me këtë vend dhe me këtë ndërgjegje. Në jetën e përditshme brenda këtij oborri, si është Elia? Duke u marrë me qenushët, për aq kohë sa kemi kohë të lirë, merremi me qenushët, i japim shumë dashuri, patjetër me miq tanë, domethënë i ftojmë shpesh, organizojmë sa herë mundemi kur është kohë e mirë edhe festa, party në ambientet tona, domethënë ne jemi të dy natyra shumë të hapura dhe të shoqërueshme dhe kemi qejf që ta ndajmë gëzimin me të tjerët. Lutem më fol, zemra e babait, Beti, voglushe. I munq, ka ardhur Suzana Walcott. Është këtu, vjen nga doktor Grigu. Futë shpejt brenda. Eja. Çfarë tha doktori, vajz? Më nisi këtu që t'ju them zotëri se nuk ka gjetur asnjë ilaç në librat e tij. Të kërkoj prap. Si urdhron zotëri? I munq, ka dalë fjala se ka plasur magjia e shtrigave. Ti duhet të shkosh poshtë dhe ta mohosh përpara njerëzve. Do rri unë këtu me Betin. E çfarë do them unë atyre? Që vajzën edhe mbesën time i pash me sytë e mi që të vallëzoni si të pafe në mes të pyllit. Ne vërtet vallëzuam. Shko thuaju që unë rrëfeva, edhe do e pranoj edhe kam zhikun, po që sot dashkën do shkohen. Ta po flasin për magji shtrikash, edhe Beti nuk e ka zënë magjia. Abigail,
Unë nuk mund të mbaj meshat e poshtë kur ti nuk i ke treguar gjitha. Kishte marrë malli, John. Që janë këto lojra i bëni. As unë nuk e di. Rruga nga ferma ime deri këtu ngjan si pelegrinazh. Marrozet Salemi me këtë histori shtrigash. Ne po vallëzonim në pyll mbrëmë dhe na kapi gjallë xhaxha im. Këtë e zuri frika dhe kaq. Ti po tallesh. Më një mirë. Të njoh. Kur mi ngulje këthetrat nga mbrapa shtëpisë dhe të shkonin djersët si amshor sa herë që të kaloja afër. Mos e kam parë gjë në ëndër? Jo të shoqe më hodhin rrugë. Të parë se si u drodhe kur më dori për leckër sepse më doja. Herë sa më doj dhe tani. Abi. Të kam bërë me këto sy se si ende shënatën. Nuk kam hedhur hap jashtë fermës time për 7 muaj. Mund të ndjej zjarrin, John. Ti gjeshe nga dëshira atje poshtë. Mos thuaj që nuk i ngrite syt nga dritarja të më shije mua. Ngrita një syt. Se nuk je prej akulli. Të njoh mirën ty, John Proctor, ëndër të kam. Nuk dua gjë tjetër veç të të shoh ty. Shofshim shëndësi edhe ti, shpirtin. Pyllë tani mbani rashë dhe atë njëm që nuk e pash e lidhja për magjinëve. Erda pas ka nisur të qeshi, në shëkall, e të kisu. Moj herë, moj fashezes. Në kam në fjallë pas një për ti, të talësh po të shtish këshparë mua. Ele, të dua për kokën time, për jetën time të bëj që kënjë shtarë të zira. Një sa të dritim, po sa shkurtër jam i shumë, ha? Po e shëndosh jam, ha? Unë nuk jam që shkurtër sa mos të zjesë sytë me këtetra. Po se një ka mëra, e unë jam që gjënë, nuk jam zënë kur. Jam i zënë. Të qari i zënë. Hajde që të zënë, unë jam e gjithë shumë e zënë. Sa kohë të bëmë parë? 10 vjetë? Sa u bëmë? Jo, 11 vjetë. Unë jam në rikar. Zonë si e. Doja Leda, me gjithë se është kundër, thuaja këtë pranoj, por me gjithë se është kundër. Po jo më që ne ajme, si po freq? Ku ka si po freq?
Pra, më mirë ti është një kapë, një kalë që lodhet dhe punon pa pushim, se sa ti është një grua e re që ngrihet në orën 12 për pirë kafe të mëngjes. Ashtë si njeriu i etur për punë. Ashtu e do unë jam e dëshiruar për punë. Nga administrata lokale, Mihaj Ivanović Protopopovi ka sjellë këtë dorë. Faleminderit. I thoni faleminderit te ana ime. I thoni faleminderit nga ana ime. Dado, jepi ca tortë. Vera Pont, shko me Anfisën, do t'japi ca tortë. Shkoj, vlla, Vera Pont utilizon. Shkoj, të kajt. Nuk më pëlqej ky Protopopovi. Mendoj se nuk është e nevojshme të ftohet. Po, nuk e kam ftuar. Po kjo është e tmerrshme. Ai dashur Ivan Romanović, a jen vete? E fitova Basti. Ivan Romanović, o ju, as kusheni ndonjëherë. Të dashura bajka. Ju jeni vetë njerëz që kanë në këtë botë. Jeni njerëzit më të shtrenjtë për mua. Unë se shpejti më ushti 6 vjetët. Jam një plak pa vlerë. I vetëm, si pika të visë. S'ka pas jetë mirë. Veç kësaj dashurie për ju. Po të mos ishit ju më prekosh, nuk do t'jetoja më në këtë botë. Bia i të shtrenjtë. Unë i mjë që ti në kërlinë, e ka përkundur ndërdua. Elia zgjolla ta prekim së bashku këtë skenë që ka tërhequr shumë spektator për shkak të shfaqjes së fundit të Çehovit, një premierë që ka pasur shumë sukses dhe do t'ju komplementoj edhe ju për rolin tuaj, po do flasim më gjatë pastaj. Pra zgjolla sepse më duket sikur kjo skenë në momente të caktuara shndrohet si një banesë juaja. Këtë do thoja, mirë se erdhe në shtëpinë tonë, në shtëpinë e Përzorove, të tre motrave të Çehovit, që siç e thatë edhe ju, është premiera e fundit e teatrit kombëtar dhe neve po e shijojmë pafundësisht, pasi është fryti një pune shumë impenjative, të gjatë, por që do të njëjtën kohë na jep kënaqësi të jashtëzakonshme dhe unë përpiqem që çdo shfaqje, çdo natë ta shijoj në maksimum, sepse e di që shfaqja në një moment do mbyllet dhe do marrim malli shumë për këtë punë. Sa të ka lodhur kjo skenë? Patjetër që ju e keni parë shfaqjen edhe vetë, dhe është një punë shumë impenjative, është e lodhshme dhe aq më tepër që personazhi i Irinës që unë interpretoj kalon në një metamorfozë shumë të fortë dhe patjetër që është dërmuese për personazhin. Pastaj unë si Elia, po aq sa lodhem, aq edhe frymëzohem, aq edhe dalem mbushur nga shfaqja. Domethënë, në një farë mënyre emocionalisht më ka ndihmuar shumë. Më ka ndihmuar shumë në raporte në raporte me kolegët e mi, në raporte me përballjen time me teatrin. Ky është një rol që mua më ka ndihmuar shumë si aktore, sepse ti jep dorë. Kështu që unë jam mirënjohëse Ervinit, po edhe rolit të Irinës pafund. Faktikisht, para se të shikoja shfaqjen, të kam pyetur. Si mendon Elia, ku qëndron suksesi i kësaj shfaqje? Tani që e kam parë, them që janë njësër komponentësh që e kanë bërë shfaqje dhe unë të them të drejtën, kur e kam ndjekur, kam dalë me këtë përshtypje. Na kishte marrë malli për të parë teatr, të ndiheshe pjesë e një loje të një ansambli aktorësh ku nuk calon të asgjë. Megjithatë, prapë edhe mas këtij impresioni po të pyes për ty Elia, ku qëndron sekreti i suksesit të kësaj premiere? Mendoj që ka ndikuar shumë gjëra që kjo shfaqje të jetë një sukses, duke filluar që nga teksti. Çehovi është një autor jashtëzakonshëm dhe krijon dashi pa dashi një alkimi shumë të fuqishme me publikun e tij, aq më tepër që i qëndron shumë dhe realitetit shqiptar dhe kohës ku jetojmë, se në fakt është pa kohë, është i gjitha korave. Përveç materialit të tekstit, është puna jashtëzakonshme e regjisorit Ervin Çuli, i cili ka bërë bashk kastin e duhur, ka
ka krijuar domethënë një fotografi të jashtëzakonshme për këtë shfaqje, ka hedhur gjithë dashurinë dhe gjithë energjinë e tij në këtë projekt, në çdo personazh, është përpjekur të skalisë çdo personazh dhe ka punuar shumë fort me shumë përkushtim. Domethënë ai është babai i kësaj vepre, si thuash, i kësaj që neve sollëm. Pastaj nuk mund të pa përmendur kostumografen Berina Kokona që ka bërë kostumet jashtëzakonshme, skenografinë e Kiços Çalës, i cili gjithashtu e ka qëndisur këtë shtëpi të vjetër ruse të prozorove dhe na ka krijuar këtë komoditet dhe këtë intimitet me publikun duke na sjellë në zemër të publikut. Domethënë të gjitha këto komponent mendoj që kanë ndikuar në suksesin e kësaj shfaqje. Fakti që gjithashtu kjo shfaqje u ruhet në teksti, u ruhet integral, domethënë nuk u bën shkurtime, nuk u bë kirurgji mbi Çehovin, se do ishte mëkat, domethënë u la që publiku ta shijonte nga fillimi në fund çdo presje, çdo pëshertim, çdo heshtje, madje edhe heshtjet që janë të sugjeruara. Përveç kësaj, u soll pushimi në mes, që gjithashtu ishte një traditë që ne kishim humbur pas viteve 90, dhe nuk pati as pak firo, domethënë publiku rikthehej mbas pushimit, po aq i madh në numër, domethënë edhe ndiqte deri në fund, e ka ndjekur edhe të rinj, edhe një brez që ne jemi mësuar të shohim komedi, po kemi qenë ndoshta pak skeptik në dramat forta, në kozgjatje në shfaqjes, domethënë dhe ne patjetër kemi patur pikpyetjet tona, po kemi rrezikuar dhe ja ka vletur. Për sa i përket brezit të ri që është afruar dhe e shijon këtë shfaqje në 3 orë e gjysmë në kozgjatjes saj, ky për neve është një mision i kryer, sepse në fund fare Teatri Kombëtar ka këtë mision edukativ të ndërgjegjësoj, të ndihmojë një shoqëri që të arrijë një stad qytetar gjithmonë më të kultivuar, si themi, dhe unë mendoj që ne me këtë shfaqje e kemi arritur këtë mision dhe e vetmja gjë që uroj është shfaqjet në vijim të Teatrit Kombëtar ta ruajnë këtë standard, ta ruajnë këtë volum pune, ta ruajnë këtë përkushtim, këtë disiplinë që ne kemi patur. Ervin në këtë projekt ka sjell edhe dublantët. Domethënë edhe përballja e grupeve dublantëve është shumë interesante, sepse kjo ka qenë rutinë përpara viteve 90, po më pas nuk është aplikuar. Dhe këtë herë aktor u vun përballë njëri tjetrit dhe me gjithë ato sikletet që një rol nuk e ke vetëm për vete, po e ndan me dikë tjetër, me gjitha këto gjëra mendoj që edhe pjesa e dublimeve ka sjell një konkurrencë midis aktorëve dhe i ka bërë më këmbgulës, domethënë që të punojnë më shumë edhe në orare jashtë provave, domethënë e kanë marrë që të gjithë për jetë vdekje këtë shfaqje. Dhe ja keni dalë. Do të thoya tuleshim në një nga aksesorët e skenës së shfaqjes për të vazhduar komunikimin. Çfarë është teatri për ty, Elia? Teatri është një dashuri shumë e madhe, një dashuri që është ndërtuar ditë pas dite që në fëmijërinë time. Dhe është një dashuri tek e cila unë kam investuar shumë punë, jam përkushtuar dhe mendoj që është një dashuri që do më zgjasë gjithë jetën. Nuk e mendoj dot veten time pa teatrin. Ka ndikuar fakti që mamaja juaj ka qenë dhe mbetet një nga aktorët më të dashura të skenës së teatrit dhe të filmit natyrisht, që ti ta përqafoje këtë rrugë? Unë mendoj që është fëminia është zanafilla e gjithçkaje dhe unë si fëmijë e kam kaluar jetën time, pushimet e verës apo kohën e lirë gjithmonë në këtë skenë. Ndërkohë që shoqet e mia loznin te sheshet përpara pallateve, unë më shumë lozja këtu, edhe me fëmijët e aktorëve të tjerë. Domethënë, si thuaç, kujtimet e fëminisë unë i kam të lidhura me këtë sallë, mbaj mend çdo detaj, mbaj mend si ka qenë ky teatr në ato vite. Duke filluar që nga kabinat e aktorëve, domethënë, nuk e di më atëherë më duke një botë plot me drita, me kostume dhe ishte një realitet fare tjetër nga çdo gjë që shihnim dhe për një fëmijë është magjike, domethënë është më vërtet magji teatri. Dhe me kalimin e viteve normalisht njerëzit ftohen nga këto magjitë dhe shkëlqimet që të bëjnë shumë përshtypje kur je i vogël. Mua më bën përshtypje po njësoj teatri. Domethënë për mua është magji gjithmonë. Çfarë ndodh me ty kur të tjerët kujdesen tashmë për veshjen tënde si aktore, për trukun, për grimin, për shumë element të punës, regjizori etj, të kthehet ajo nostalgjia atyre viteve të hershme kur ndiqje ndoshta provat e gjithë stafit teatrit edhe të mamas? Unë nuk përjetoj nostalgji, se sa lumturi që unë po jetoj atjet, që është një vazhdim, si thuash. Vetëm sa atëherë
Unë mbaj mend kur kam qenë e vogël te zbutja e kryeneçes, jepi shfaqja zbutja e kryeneçes dhe ulej perdja. Dilnin spektatorët dhe pastaj për të shplodhur aktorët që luanin uleshin në karike dhe unë bëja rolin e mamit tim dhe interpretoja bashkë me Bert Ndrenikën se e dija rolin për mënç. Dhe ne bënim teatr brenda teatrit. Domethënë si thuash, unë thjesht kam realizuar një ëndër timen dhe ka ardhur fare natyrshëm. Patjetër që dashuria që mami ka për teatrin, mua më është futur në damar, sepse unë e kam parë nënën time të realizuar në këtë profesion dhe të lumtur, patjetër që kam marrë edhe goditje, sepse çdo gjë ku ka dashuri ka edhe trishtim, ka edhe melankoli, po që nga ana tjetër momentet e saj më të bukura kanë qenë këtë skenë. Të zhdashur të investosh shumë për të bërë kjo që je? Më është dashur të punoj fort, më është dashur të madje edhe të largohem për një kohë relativisht gjatë nga vendi im dhe një nga arsyet kryesore ka qenë pikërisht për t'i provuar unë vetes që mund t'ja dal me teatrin dhe në një vend ku nuk kam asnjë mbështetje, ku nuk më njeh njeri, ku mamaja ime është e panjohur dhe kam zgjedhur Francën si një vend me një traditë shekullore teatrale. Kam ndjekur 3 shkolla, domethënë 9 vite studime teatrale, ku jam fokusuar te interpretimi, por edhe te regjia, te kostumografia, skenografia, kritika teatrale, përkthimet, jam marrë gjithashtu dhe me përkthime. Kam dashur ta thelloj njohjen time në këtë fushë sa më shumë dhe patjetër që kam sakrifikuar për t'i kryer ato 9 vite studime. Ku qëndron magjia e teatrit për mendimin tënd edhe tani në këtë shekull të elektronikës? Teatri është emocion i gjallë, domethënë nuk ka të bëjë me kënaqësitë e tjera që mund të japin performancat, nuk e di, domethënë teatri në një farë mënyrë ti lindet dhe domethënë diçka jote ja lindet dhe vdes brenda një performance, brenda një nate. Lind një personazh, zgjat 3 orë gjysmë për shembull në rastin konkret dhe pastaj nuk është më dhe rilind si Feniksi jemi ne, domethënë ndërtohemi mbi emocionet tona, mbi hirin ku digjemi ne rindërtohemi. Aq më tepër që është një luks i jashtëzakonshëm që ti të kesh mundësi të njohësh veten nëpërmjet personazheve, se në fund fare neve i kemi të gjithë ngjyrat brenda. Dhe kur prekim një personazh, neve në fakt prekim disa vatra të subkonsciencës tonë që jeta e përditshme nuk e jep mundësinë për t'u thelluar. Dhe nëpërmjet teatrit, unë mendoj që njeriu e njeh veten shumë mirë. Çfarë ndolli me personazhin e motrës, me Erinën? Cili është ai bashkëveprim ose ndërveprim që krijuat të dyja bashkë? Irina është një nga personazhe, unë nuk është se mund të radhis qindra personazhe në karrierën time, po mund ta them me bindje që Irina është nga më të dashurit dhe që e kam ndjer deri në kock këtë magji të këtij personazhi, sepse është një vajzë që nisi jetën plot me ëndra, me dëshira, idealiste, është në prag të revolucionit në Rusi ku ajo ka shumë pritshmëri nga e ardhmja dhe me këtë ëndër të madhe për të shkuar në Moskë. Dhe avash asaj i mbyllen gjitha dritaret, domethënë dhe ka momentin më dramatik ku ajo në fund fare duhet ndahet nga ëndrat e veta. Dhe është goditja më e madhe që njeriu në një moment apo në një tjetër në jetë e merr, sepse jo çdo ëndër mund të realizohet. Por në rastin e Irinës, ajo pa jetuar plaket, domethënë pa dashuruar plaket, nuk e di, domethënë është një jetë e pajetuar e saj, si thuash. Nuk e di, më ka prekur shumë ky personazh dhe përpiqem që çdo natë t'i jap shpirtin tim. E ke bërë. Më ke emocionuar vërtet shumë kur të ndiqja në interpretim. Thash pa mohuar absolutisht ansamblin e të gjithë aktorëve, por kam ndjerë dhe emocionin tënd. Dhe më pas kam ndjerë si një vëzhguese profesioniste atë përshëndetjen e fundit të gjithëve, por të ndiqja dhe ty. Dhe jam kurreshtare se ti çfarë mendon në atë fund kur bie si pari imagjinar dhe ju duhet të përshëndeteni me publikun që ju kanë ndjekur pa pritje. Varet nga çfarë kemi interpretuar. Në rast se është një komedi, ajo që unë dëshiroj, domethënë ajo që unë mendoj përshëndetje është o Zot shpresoj që këta njerëz të jenë argëtuar. Në rastin e këtij roli, në përshëndetje unë
I shikoj njerëzit me dëshirën shumë të madhe që emocionit këtë depërtuar dhe që t'jenë prekur, domethënë të kem dhënë nga shpirti im dhe nga ana tjetër unë marr nga energjia e tyre gjatë gjithë kohës. Domethënë është një punë që në fakt bëhet bashkarisht, sepse siç është një natë nuk është një natë dhe është një energji që ata më transmetojnë mua dhe unë ja kthej dhe ata ma kthejnë, domethënë është një marrëdhënie që vendoset. Jemi të gjithë bashkë në fund fare, si thuash. Edhe ata me heshtjen e tyre kanë qenë muzika e kësaj shfaqje ose me reagimet e tyre bëhen pjesë e shfaqjes. Si punon Elia me rolin? Unë jam natyrë shumë e përkushtuar, shumë korrekte dhe më duket se nuk po bëj ave mua, po në fakt me të vërtetë jam shumë serioze në punë dhe për mua aty fillonte, disiplina fillon gjithçka. Dhe ke marrëdhëniet me kolegët, përpiqem gjithmonë që të ndërtoj raporte të drejta me kolegët. Pastaj ku ka vend për miqësira, mirë se të vinë, po që korrektësia në punë është kryesorja. Në fillimi, përgjithsisht përpiqem që personazheve t'i shkoj në vertikalisht, asnjëherë horizontalisht. Domethënë, nuk ka asnjë ditë që unë them e ka pa rolin, ky është roli. Roli çdo natë e zbulon dhe deri në shfaqjen e fundit, për të mos thënë që mbas shfaqjes fundit duhet kisha bërë akoma më shumë këtu ose aty. Unë nuk e ndaloj punën me personazhin në asnjë moment, nuk vetkënaqem asnjëherë nga puna ime. Dhe për këtë është një meritë e jashtëzakonshme në këtë projekt, puna e regjisorit Ervin Çuli, i cili e ka kërkuar te të gjithë aktorët këtë vertikalitet dhe mua nuk më ka lënë në asnjë moment që të bie në vetkënaqje. Domethënë ka qenë kërkues, ai sa ndonjëherë më lodhesh edhe thoya po çfarë do, çfarë mund të bëj. Dhe sot i them faleminderit që nuk më la në asnjë moment që të them që mbaroj roli. Jo, në fakt roli nuk ka mbaruar në asnjë moment punës. Nëse do të kërkoja të më interpretoje një pasazh të vogël nga Irini. Nuk do ta bëja dot, sepse sot jam në petkun e Elias. Që të krijohet një personazh duhet krijohen rrethanat, konteksti, kostumet, ndriçimi, domethënë do të ishte diçka pa magji, do të ishte diçka që s'ka kuptim. Rruga e teatrit është e vështirë, por jo e pamundur. Këtë e dëshmon edhe rrugtimi i shkurtër i Elia Zaharis. Do të thojë i shkurtër sepse sapo ka filluar. Intensive dhe e një llojit ka qenë puna me çdo rol që ke bërë? Nuk mund ta them këtë. Nuk po flas për vitet e studimeve dhe skenat në Francë, ku kam performuar më shumë në zhanrin e komedisë, po edhe të dramës, ndërsa në Shqipëri unë kam filluar të performoj që në vitin e parë që kam vendosur të jetoj këtu, pra që në 2010-ën, mendoj se do të veçoja rolin e Abigail Williams tek Shtrikat e Salemit, me këtë mundësi të jashtëzakonshme që më dha regjizori Spiro Duni, duke më dhënë besimin për herë të parë në skenën shqiptare, sepse unë mund të isha shumë e mirë pas kur të njifte në Shqipëri, dhe ai besoi tek unë dhe më dha një rol që me të vërtetë më ka brumosur, si thuash, dhe më ka bërë ta shijoj pafund skenën dhe tekstin dhe puna me atë si regjizor ka qenë jashtëzakonshme. Pastaj ka patur pjesë komedi në cilat unë jam argëtuar, jam përkushtuar po një lloj, por nuk mund të them që kam dalë me atë emocion dhe me atë ngarkesë dhe me atë magji që të japin rolet mëdhaja dhe punë voluminoze. Për shembull Shtrikat e Salemit ishte një shfaqje voluminoze, kjo është një shfaqje voluminoze. Ëndra Inate Vere, pa çka se komedi, po unë jam kënaqur pafund dhe kam shijuar rolin e Hermias. Mendoj që edhe ai deri tani është një nga rolet pikat e dobta të mia, domethënë sepse unë e dua shumë edhe komedinë, të kuptojmë, nuk është se unë në dramë e ndjej veten të mbushur emocionalisht dhe komedia më lë thatë, absolutisht jo, domethënë unë edhe në komedi e shijoj pafund. Por që shfaqjet që kanë impenjime të tilla, patjetër që të bëjnë të ëndërrosh dhe të kënaqesh në çdo performancë. Distanca nga Shqipëria dhe shkollimi atje ka bërë që ti të mos kesh ndrojtje, që do kthehesh në një skenë ku kalon një gjurmë shumë të fuqishme. Yll Kamujo. Përgjithsisht ndodh që aktorët e mëdhenj, kur kanë dhe fëmijët e tyre në të njëjtën fushë, bëhen dashje pa dashje krahasime. Unë vetë kam dashur të largohem pikërisht për t'i provuar vetes që do jetë dhurat e gjitha kjo, do jetë sepse është një emër shumë i madh që ka ndërtuar një mit, le të themi, në skenën shqiptare për brezin e kaluar dhe deri ditët e sotme. Apo do jetë sepse unë e meritoj. Mua gjithë ato vite, përveç shumë gjërave tjera, më kanë shërbyer edhe për në një farë mënyre të filloj të performoj në skenën shqiptare e qetë,
pa e pasur këtë pikë pyetje, që mendoj se do më peshonte shumë. Jam e qetë, nuk mund të bëj krahasime, shpresoj që mos e ul emrin e mamit tim, nuk kam nuk mund fare t'i futem vazhdimit të gjurmës. Unë e di që unë jap shpirtin tim në këtë profesion dhe për kushtimin tim dhe veten time. Neve ngjajmë shumë, neve në telefon na ngatrojnë dhe zërin dhe shumë njerëz që vinë më shohin në skenë dhe na duket sikur pam yllkën. Për mua patjetër që ky është komplimenti më i madh. Po kjo është e natyrshme, sepse unë jam vajza e saj dhe unë kam mënyrën e shprehjes si ajo dhe ku ka më bukur se sa kjo gjë të vazhdonte edhe që një gjurmë e jashtëzakonshme të pasojë me gjurmë të tjera, se dhe vllai im është artist dhe ai është aktor. Ne të dy vazhdojmë në këtë rrugë. Është bukur, po. Është pak e ngatruar kjo gjë, sidomos kur ke një prind që ka lënë një emër shumë të madh në skenën shqiptare. Realisht çfarë më ka ndodhur mua duke të ndjekur, se Yllka Mujon e kam ndjekur shumë, edhe e dua, e adhuroj dhe e vlerësoj pa mas. Jo vetëm për atë që ka dhënë në skenë, por kulturën, intelektin, bagazhin që ka dhe që e transmeton në rol. Timbri i Tyzorit është vërtet shumë i ngjashëm, por gjatë kohës që të ndiqja jo, kjo është Elia. Është ndryshe. Pra, domethënë e kam bërë pak këtë lloj krahasimi në sekondat e para, por jo, kam thënë Elia ka dalë si Elia. Kjo është gjë pozitive, Unë çdo dhuratë që më ka dhënë Zoti në ngjashmëri me maman time është një dhuratë. Po dhurata më e madhe nuk është zëri apo mënyra se si shprehemi apo hija. Dhurata më e madhe në lidhje me këtë profesion, nuk po flas për anën personale, si nën, po flas si aktore në lidhje me këtë profesion, është dashuria pa kushte që ajo ka për teatrin. Kjo është dhurata më e madhe si profesioniste. Një koment i saj për çfaqen? I ka pëlqyer shumë. Pastaj ato gjërat profesionale janë sekrete. Po, e rëndësishme është që ti thotë. Patjetër që ne flasim me njëra tjetrën, ajo është shumë e kujdesshme dhe unë kam një besim absolut te çdo vlerësim i saj. Është pika ime e referimit, unë besoj Zotin dhe atë. Edhe regjizorin gjithmonë, unë jam natyrë që në një projekt besoj pa kushtet e regjizorit. Në momentin që unë pranoj të luaj me një regjizor, i kam bërë llogaritë e mia, matematikën time dhe në momentin që unë them po për një rol, them po sepse i besoj verbrisht dhe pastaj është publiku ai që jep këtë notën tonë, se kjo është nota jonë. Sa i rëndësishëm është ai publik? Shumë. Në kontekstin e Shqipërisë, në vendin ku ne jetojmë, është më i rëndësishme në gjithë botën, patjetër, mirë po e them këtë sepse artistët në botë kanë trajtim më të veçantë, duke filluar që nga ana ekonomike, nga tjetër gjë fare. Unë i kam parë vetë, kur kalonte Daniel Auteuil në rrugët e Parisit, ndalonte koha. Njerëzit nuk hanin më, nuk bisedonin më dhe ndalonte koha, ishte eveniment. Po them po ashtu për çdo që ka bërë një emër atje, kurse këtu artistët e shikojnë që bëjnë pazarin njësoj me gjithë të tjerët, ngarkohen me trajsa, është tjetër gjë, po që prandaj them që gjëja më e rëndësishme dhe satisfaksioni më i madh për artistin në Shqipëri është publiku i vet, ai momenti i fundit fare, sa ke arritur ti të transmetosh. Çfarë ndodh me Elian kur zhvishet nga petku i personazhit? Duhet pak kohë për të kthyer tek rutina ime. Kërkon një kohë qetësie, një kohë, nuk e di, nuk e shpjegoj dot. Di momentin kur zhvishet nga Elia për të futur në skenë, pastaj anasjell tas momenti i fundit. Për shembull, unë kam shumë vështirë që më një herë pasi dal nga skena të shkoj në shtëpi. Patjetër kam nevojë të diskutoj me kolegët e mi, të bëjmë nuk e di, një analizë të gjërave që funksionuan, çfarë ndodhi, si u gjendëm afër njëra tjetrës, se është çdo ditë një jetë e re, si thua, në skenë. Ndryshon shfaqja e premierës, emocionet që ka premiera nga emocionet e çdo natë e shfaqje? Më përpara, në fillimet e mia në teatr, e kam ndjerë më shumë premierën si përgjegjësi, si ato ankth, nuk e di mund ta quaj ankth, se sa emocion, ato dridhjet e këmbëve, ato i kam patur shumë herët. Këtë herë nuk mund të them që kam patur frikra enkas të premierës, si shfaqjen e premierës, si shfaqjen që do kem në ditët në vazhdim dhe që kam patur, e kam përjetuar njësoj.
Madje kisha frikë dhe thoya si ka mundësi që nuk po përjetoj atë ankthin e premierës, po që nuk ndodhi, është gjithmonë qefi i premierës, po jo stepi apo ankth. Krijohet një lloj sigurie, siç duket. Po ndoshta edhe nga fakti që në këtë shfaqje ne kemi punuar afro 4 muaj dhe në një farë mënyrë neve përpara premierës kishin dhënë shumë shfaqje të plota, patëm mundësi që të krijonim siguri në skenë. Ndodh një lloj maturimi? Po ndoshta mund të jetë edhe maturim, ndoshta mund të jetë besim te puna e përbashkët që kemi bërë. Kam përshtypjen se ato ankthet dhe ato gjërat paçka se shumë njerëz i ndihmojnë. Mua më pëlqen ajo qetësia që kam përpara. Ndoshta ka të bëjë me faktin që unë përqendrohem dhe marr një kohë shumë të gjatë përpara se të futem në skenë për të përqendruar. Domethënë unë vi shumë më herët në teatr dhe filloj ato ushtrimet e artikulimit, vokale, domethënë marr kohën time, si thua, edhe qetësia më ndihmon për ta filluar. Sikur të ishe vetëm tani, si të ngjan gjithë kjo godinë, gjithë kjo sallë e boshtë etj. Një përjetim i yt. Është shtëpia ime. Nuk ka koment tjetër. Teatri edhe kështu i ndërtuar me shtëpi në Prozorove është shtëpia ime. Unë këtu jam der në shtëpi që ditën e parë që e kam shkelur këtë skenë, se nuk më pëlqen fjala shkelur, po prekur thoja. Është skena që për cilën mua më ka marrë malli më shumë. Unë kam luajtur në Francë në teatro, edhe në teatro shumë të bukur të shekujve më përpara, me produksione të vogla, pak mesatare, kemi bërë festivalet e Avignonit që kanë qenë në salla shumë të bukura, po unë kam patur mall për këtë skenë ku unë në një farë mënyrë jam rritur dhe dashurinë për teatrin e kam patur në këtë aromën e një skene të vjetruar, ndoshta të amortizuar, po që nuk e di, është pjesë e imja. Na ishte një herë, por rallat zakonisht fillojnë kështu. Na ishte një herë një vajzë e vogël që quhej Elia. Në krahët e prindërve të vet, rritej së bashku me ëndrrën e bukur se një ditë mund të bëhej aktore si mami, princeshë si Hirushja, apo Elia si Elia. Treni i kohës e mori me vete ndrimtaren Elia, dhe jo si me shkop magjik, por me këmbgulje, mençuri dhe pakës fat. Elia tashmë është edhe aktore, edhe princesh, edhe Elia Zaharia me këmbë në tokë.